16 euro e 41 cent. Nuk është një shifër që ngjall pasigurim për të, që ngjall ndjenjen e solidaritetit që të bën bashkëndjesh apo që gjeneron keqardhje. Euro e 41 cent është moment klasik i manipulimit varfërisë nga një njeri që nuk jeton varfëri. 16 euro e 41 cent nuk mund me i dol për mbrëmjen e maturës vajzës saj që po e pret fustanin pas 2 muajve. Po du me volë sot për një shifër që nuk kalon rahat që disa ditë. 16 euro e 41 cent. Qysh është e mundur që një shifër ka që vogël të flet ka të shumë, të pasqyroj shumë, tjetë ka që dukshme, po të kaloj disin heshtje. 16 euro e 41 cent. Ka një arrogancë këtë shifër, dhe në fund pikrisht kjo arrogancë më ka shty me folë sot. Shifra 16 euro e 41 cent e kursimit të kryeministrit nuk është një shifër që ngjall pasigurim për të, që ngjall ndjenjen e solidaritetit që të bën bashkëndjesh apo që gjeneron keqardhje. 16 euro e 41 cent e kryeministrit është një hile e një njeriu që jeton pa ndonjë kokçare financiare, e që shtiret se jeta e tij është e vështirë e po ja del me vështirësi e s'po ankohet. Manipulimi është një karakteristikë e rrezikshme dhe dëmshme e cili do udhëhec. Dhe 16 euro e 41 cent është moment klasik i manipulimit varfërisë nga një njeri që nuk jeton varfëri, po sillet si i tillë. Kryeministri nuk ka kokçare të varfërisë, mos u mërzitni. Realitetin që mund me besu është që as pare në kulet s'mon. A e din kush tjetër s'ka pare në kulet? Një familjar që barnat e kancerit po duhet me i ble për shak mungesave të mëdha, ose atyre që u duen 200 euro në ditë për barnat që po i blejnë me kontraband për shkak se qeveria e kryeministit nuk i siguron. Një kryeministër si ti nuk ka problem financiar se çfarë sjell dita, java apo muj. Një kryeministër si ti nuk mund barazohet me një baba që në mes të muajit futet në shtëpinë e tij, e sheh familjen e tij dhe mbi supet e tij qëndron një peshë që sa nuk e shem. 16 euro e 41 cent për të janë shumë pak para nevojave të familjes tij. Ti nuk mund barazohesh me një student që vendos të ngritet më herët nga tavolina, e niset e vetmuar në banesë, sepse të tjerët janë duke bërë plane për të vazhduar, pa jo e din që 16 euro e 41 cent nuk do të mjaftojnë as deri në fund të muajit, e lërë mo për ta pirë një kafe me shoqni. Ti nuk mund barazohesh me një nonë që e merr autobusin çdo ditë me shku në punë, dhe kur kthehet vonë në shtëpinë e saj, është e trazuar në shpirt, sepse 16 euro e 41 cent nuk mund me i dol për mbrëmjen e maturës vajzës saj që po e pret fustanin pas 2 muajve. Ti nuk je si ata. Nuk je si shumica këtij kuvendi, as si Kosova që është jashtë. Shumica jonë e dim se çfarë vujtjesh e përpjekjesh, dvyn me furnizu familjen tonë çdo muaj. Si ashtu, si sot, ashtu që 20 vite, ti je një njeri që nuk ke punu për mbijetesën financiare tonë. Ti ke qenë atëherë, edhe sot, i financum. Nuk e din çka do të thotë me u refuzu nga puna, me lyp punë, as me qenë student me diplomë në gjet, e mos me gjet punë. Ti je një mishen njeriu që ke jetuar, je ushqyer me para të tjerëve. Ke qenë i financuar dje dhe je i financuar sot. Prandaj 16 euro e 41 cent, apo çfarë do shifre tjetër, është e parëndësishme për këtë kryeministër. Varfëria është një moske pëlqyer e një politikani popullist, por jeta në një shtëpi të madhe, me një qiro tult, e rrethuar me 20 polic, e me veturat më të mira të qeverisë. Kjo është realiteti yt. E realiteti i 16 euro e 41 cent është realiteti atyre familjeve që shpresoj që do ta thejnë ciklin e varfërisë e që fëmijët e tyre do të kenë begatinë e duhur në Kosovën tonë, e mos të marrin rrugën e mërgimit. A ditë kur e kuptuan që një kryeministër për shumë vite u shtirë si ata, por nuk ishte si ata.